Aplikacioni Kines për celular Are You Dead, i projektuar për njerëzit që jetojnë vetëm dhe që njoftojnë të dashurit e tyre kur nuk ka pasur aktivitet për ditë të tëra, ka njoftuar se do të ndryshojë emrin pas suksesit të tij global. Aplikacioni i njohur në gjuhën mandarine si Sileme, aje i vdekur, kryesoi App Store të Apple në Kinën kontinentale, një sukses që ka tërhequr vëmendjen e mediave ndërkombëtare dhe shtypit kinez. Sileme u lejon përdoruesve të caktojnë një person që do të njoftohet në rast emergjence, nëse përdoruesi nuk identifikohet për disa ditë. Një njoftim emaili dërgohet automatikisht personit të zgjedhur. Ekipi i zhvillimit njoftoi se pas një shqyrtimi të kujdesshëm, aplikacioni Sileme do të miratojë zyrtarisht emrin global të markës Demumu në përditësimin e tij të ardhshëm. Sipas njoftimit, aplikacioni ka parë rritje eksponenciale ndërkombëtare pas publikimit të një artikulli në BBC. Ekipi shpjegoi se Demumu ishte tashmë emri i versionit ndërkombëtar, ndërsa Are You Dead përdori ekskluzivisht në Kinë. Në të ardhmen Demumu do të qëndrojë besnik misionit të saj kryesor, sigurisë së të gjithëve, tha kompania, duke shtuar se qëllimi është përhapja kësaj ekspertize globalisht për të mbështetur më shumë njerëz që jetojnë vetëm. Emri unik i aplikacionit ka frymëzuar tashmë platforma të tjera, siç është aplikacioni kinez i shpërndarjes së ushqimit Eleme, a keni uri? Në të njëjtën kohë, disa përdorues të internetit kërkuan të mos ndryshojë emri origjinal, ndërsa të tjerë sugjeruan alternativa të tilla si a jeni gjallë, a jeni në internet ose a jeni atje. Në vitin 2024, sipas statistikave zyrtare, njerëzit që jetonin vetëm përbënin 1/5 e familjeve në Kinë, nga 15% një dekadë më parë.